Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah, Muhammad ibn Abdillah, sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala në mëson librin e tij dhe po ashtu në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e gjejmë këtë realitet i cili është se gjunohat që neve i bëjmë pa dyshim se ndotin imanin e njeriut. Ndotin njeriun dhe gjendjen e tij dhe imanin e tij. Dhe ato gjunoha në qoftë se njeriu nuk pastrohet prej tyne në dunjë, rrezikon gjendjen e tij në jetën e amshushme në ahiret. Për këtë arsye Ibn al-Qayyim rahimahullah përmend në librin e tij Madarijus Salikin dhe thot nuk ka dyshim se gjunohet ndotin apo lajnë gjurmë tek njeriu. Dhe thot gjunaqarët posedojnë 3 lumej në të cilat ju mundsohet pastrimi në këtë dunjë para se të vijë pastrimi i 4 në ahiret. Lumi i parë, lumi i pendimit sinqert. Dhe lumi i dytë, lumi i veprave të mira, të cilat i muin veprat e këqija. Dhe lumi i tretë, lumi i durimit karshi fatkeqësive që të godasin dhe me të cilat Allah të pastron nëse ti bën durim. Dhe përmend Ibn al-Qayyim në librin e tij Madarijus Salikin po ashtu thot, nëse këtu 3 shkaqe nuk mjaftojnë për me pastru robin dhe i mbetet në dytësirat, mbeturinat e gjunave të tij me të, apo disa prej tyre mbeten me to, kur të takon Allah në ditën e gjykimit, atëherë mjeti tjetër i pastrimit është xhehenemi nëse s'ia fal Allah. Nëse nuk ja fal Allah. Atëherë njeriu i mençur pa tjetër se kur e kupton këtë realitet dhe ndeshet me të, bën përpjekje për të pastruar në këtë botë para botës tjetër. Dhe nuk e pret gjendjen me dalë para Allah dhe me prit apo ma fal Allah ajo kurse unë nuk i ku marr shkaqet që më ma fal Zoti. Unë nuk jam mundu mu pastru. Dhe përmend Ibn al-Qayyim po ashtu në Madarijus Salikin dhe thot dije se pendimi është shkaku më i fortë. Shkaku më i fortë për pastrim. Dhe pendimi, përbërësit e pendimit jenë në radhë parë keqardhja. Me të ardhë keq për gjunat që i ke bo. Dhe pastaj, lërja e gjunat. Dhe pastaj, vendosshmëria që mos t'i kthehesh më gjunat. Dhe pastaj urrejtja në zemrën tonë dhe më ju kthy atij gjuno ashtu siç urren ti mu hidh në zjarr në xhenemit, mu djeg. Me urrejt më ju kthy çati gjuno ashtu siç ki urrejtje mu djeg në zjarr në xhenemit. Këto janë përbërësit e pendimit të sinqert. Dhe njeriu i cili pendohet i shlyen gjuno dhe kjo është shkaku më i mirë. Njeriu i mençur nuk pret as me të pastru fatkeqësit, as me pastru xhenemin. Po pastrohet me pendim. Kjo është shkaku më i lehtë, në të cilin ka butësi për robin dhe lehtësim dhe mëshirë ndaj Allahut, prej Allahut subhanahu wa taala ndaj robit vet. Dhe Allah dëshiron këtë pendim për ty. Allah thot wallahu yuridu an yatuba aleikum. Allah dëshiron që ju dhuroj juve pendim. Atëherë pse s'po pendoni ju? Pse s'pileni gjuna, pse s'po ju vjen keq? Pse s'jeni të vendosur që mos më u kthy gjunat? Pse nuk keni urrejtje që më u kthy gjunat ashtu siç urreni mu djeg xham xhenemit? Allah dëshiron që t'ju dhuroj juve pendim. Dhe Allah thotë tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dhe pendoni të gjithë tek Allah, o ju besimtar, në mënyrë që të arrini, që të korrni sukses. Dhe i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam thotë at-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lah. Ai i cili pendohet nga gjuna është sikur sa ai që nuk ka gjuna, i çlyet gjuna. Përkundrazi, ai i cili pendohet sinqerisht prej gjunat,
dhe bën vepra të mira, Allah azza wa jall gjunat ja transformon, ja shndron në vepra të mira. Allah i lartësuar thot illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima. Pos Allah, pos ai i cili pendohet dhe beson dhe është vepër mirë. Pendohet dhe beson dhe është vepër mirë. Atyre Allah azza wa jall gjunat ja shndron në vepra të mira. Gjunat që i kanë bërë më parë para pendimit ja transformon në vepra të mira. Këmbim fitim prues përmes pendimit dhe imanit dhe veprave të mira. Ja shndron Allah gjunat në vepra të mira. Dhe Allah është shumë falës dhe shumë i mëshirshëm. Shumë falës dhe shumë i mëshirshëm. Atëherë njeriu i mençur dhe i zgjut e shfrytëzon këtë rastin e parë dhe qaset dhe futet në këtë lumë madhështor që të cilën Allah azza wa jall na i dha dhe përmes të cilit pastrohet më së miri njeriu, pendimi tek Allah subhanahu wa taala, pendimi tek Allah subhanahu wa taala. Erdhi një beduin te i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "O i dërguari i Allahut", i tha o Muhammed, çka mendon ti? Nëse një njeri ka bën, nuk ka lënë gjuna pa e bën. Qofshin ato të mëdha apo të vogla. A ka pendim për ta? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e shikoi dhe e pyeti. Thot: "A je bërë musliman ti? A je musliman hala jo?" Ai tha: "Këtë pyetje ja bëri sepse kur nuk është njëri musliman, e bëhet musliman, Allah ke gjunat jashtë." Si kur atë ditë kur e ka lind nona vet. I thot Amr ibn al-Asit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ma alimta ya Amr an al-islam yajubbu ma kana qabla?" A nuk e ditë o Amr që Islami të shlyn ato që ishin më parë, kur të bësh musliman ti shlyn Allah ke. Po ta shlyn kufrin e shirkun, mohimin e Allahut që gjunoi më i madh, pse mos me ti shly tjerat. Dhe ai njeri tha: "Kurse unë dëshmoj vetë se jam musliman, dëshmoj që la ilaha illallah wa Muhammedur Rasulullah, unë jam musliman." Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i dha zgjidhjen tjetër që i ordon muslimanëve. Thot: "Bën vepra të mira dhe lëri vepra të këqija. Allah subhanahu wa taala çdo vepër të ligë që e ke bën më parë ta vazhdon me vepra të mira." Duke u bazuar në këtë ajet që e lexuam më parë. Pendo, bën vepra të mira, Allah azza wa jall ti shlyn ty gjunat e më parë. Ai njeriu çudet, thot, tradhtit që i kanë bërë edhe imoralitetet, edhe ato mi të shlyna, tradhtit edhe imoralitetet që i kanë bërë, edhe ato mi të shlyna Allah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shikoi, tha: "Allah ato të shlyna Allah." Iku njeriu duke bën tekbir, duke thënë Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. U çudit me rahmetin e Allahut subhanahu wa taala, edhe mundsinë që është dhënë rreth Allah. Atëherë shfrytëzoni e ora për Allah, shfrytëzoni sa jeni gjallë dhe mos pritni me dalë para Allahut subhanahu wa taala, pa u pastruar këtë lumej madhështore që i ka dhënë Allah, më e madhe prej tyre është pendimi.